A do të shtrenjtohen edhe më shumë biletat për udhëtime gjatë verës? Kam frikë miq të dashur që në këtë pyetje nuk kam ndonjë përgjigje tepër të mirë, sepse plot 122% janë rritur çmimet e karburanteve për avion apo siç quhet kerozinës prej fillimit të luftës në Iran. E ky është një lajm i keq jo vetëm për kompanitë e fluturimeve, por edhe për udhëtarët të cilët planifikojnë të udhëtojnë në vendlindje apo në pushime gjatë verës. Gjendja për fat të keq pra mund edhe të përkeqësohet nëse vazhdon lufta në Iran dhe nëse Amerika dhe Irani nuk arrin marrëveshje për hapjen përfundimtare të ngushticës së Hormuzit ku kalon rreth 1/4 e karburanteve botërore. E gjitha kjo natyrisht që mund të ndikojë edhe në rritjen e çmimeve të biletave për fluturime gjatë verës, kështu paralajmërojnë edhe ekspertët, pra kur edhe ashtu janë biletat më të shtrenjta se zakonisht. Ndaj, ndoshta vërtet nuk është keq që të gjithë ata që mendojnë të udhëtojnë gjatë verës të sigurojnë biletat që tani. Biletat mund të siguroni natyrisht edhe përmes sponsorit të kanalit ton, Reisebüro Prishtina, në linkun që po e shihni këtu poshtë, www.flyrbp.com, ose në numrat e telefonave që mund t'i gjeni këtu në video, si dhe në faqet e Reisebüro Prishtina në internet apo dhe në rrjetet sociale. E nëse përdorni kodin Bahricani, pra emrin dhe mbiemrin tim së bashku, atëherë do të keni edhe një lirim për çdo bilet që bleni. Por të kthehem tek kerozina dhe çmimet edhe shpenzimet. Mësë keqi i kanë punët kompanitë e fluturimeve të cilat kanë avion më të vjetër, të cilët shpenzojnë tepër shumë. Kështu, kompania Lufthansa ka vendosur këto ditë që nga fundi i majit deri në tetor, pra brenda 4 muajve edhe aty, pikërisht pra në kohën e pushimeve të verës, të shkurtoj plot 20.000 fluturime për shkak të çmimeve të larta, por edhe për shkak të grevave në këtë kompani për të cilat ju kam njoftuar. Ndërsa, avionët më të vjetër të kësaj kompanie nuk do të përdoren pothuajse fare, kështu thuhet në kompani, për shkak të shpenzimeve të mëdha. Më së shumti nga këto shkurtime do të preken pikërisht fluturimet brenda Evropës, pra në distanca më të shkurtra, për shkak se avionët më së shumti shpenzojnë pikërisht në nisje dhe gjatë uljes së avionit. Mendohet se me këto shkurtime do të kursehen diku rreth 40.000 tonelata kerozin. Kështu është nga kompania Lufthansa. Ndërsa, më të prekurit do të jenë bazat e Lufthansas në Europë, si në Frankfurt, Munich, Zürich, Vjen, Bruxelles dhe Rom. Unë po i përmend këtu vetëm avionet e Lufthansa, se cila ka vendosur pra që të bëj shkurtime, por nga shkurtimet me siguri që nuk do të kursehen as kompanitë e tjera, në veçanti kompanitë që kanë probleme me sigurimin e kerozinës, po them gjithmonë në qoftë se ashpërsohet gjendja me luftën në Iran. Kancelari Merz ka deklaruar këto ditë që Gjermania ka sasi të mjaftueshme të kerozinës, por nuk dihet se sa do të zgjat lufta në Iran. Unë shpresoj që kjo luftë do të përfundojë sa më parë që është e mundur, por me siguri që unë do ta ndjek me shumë vëmendje këtë problemin e furnizimit me karburante, sepse e di që shumë shqiptar udhtojnë dhe kalojnë pushimet e tyre në vendlindje, ndërkohë që çmimet e karburanteve prekin secilin prej nesh, pavarësisht se a fluturoj me avion apo jo. Sidoqoftë, unë do të përcjell me vëmendje këtë problematikë dhe do t'ju informoj me të gjitha çështjet e rëndësishme lidhur me këtë, ndërsa ju, nëse doni, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia. Ndoshta nuk është keq edhe të mendoni vërtet dhe të siguroni biletat për udhëtime në verë që tani. Por ju e dini vetë. Faleminderit dhe mirupafshim.